Kryetare, sa lëndë të natyrës së korrupsionit i keni në punë dhe çysh trajtohen ato nga ana e gjyqtarëve? Në Departament për krime të rënda, për momentin janë 11 landë aktive të korrupsionit. Në 2025 janë zgjidhur 9 landë prej tyre. Në planin e punës për vitin 2026 janë përcaktuar edhe mënyra e trajtimit të landeve dhe vëmendje e veçantë i është kushtuar dhe landëve të kësaj natyre, ku është përcaktuar që gjitha landet në gjykatën themelore në Gjakov trajtohen sipas kohës së arritjes së tyre në gjykatë, përjashtimisht bëjnë landë e përcaktuar me strategjitë e Këshillit Gjyqësor, me ajo të përcaktuar përmes planit për përmirësim qasjes në drejtësi, edhe planit për strategjinë e trajtimit të landeve korrupsionit, keq përdorimit detyrës zyrtare dhe krimit të organizuar, dhe është theksuar se nga ky parim bëjnë përjashtim landë të korrupsionit, të cilave i është vënë prioritet absolut në trajtimin e tyre dhe në baza mujore të gjyqtarët e krimeve të rënda raportojnë edhe tek kryetari i Komisionit për implementim të planit strategjik për efikasitet të këtyre landeve. Në këto 9 raste që janë zgjidhur, çfarë zgjidhje të këtyre rasteve ka pasur? A janë liruar personat e akuzuar apo kemi pasur aktgjykime dënuese? Ka pas edhe aktgjykime dënuese, por ka pas edhe aktgjykime liruese, ka pas edhe hudhje akt akuze, siç e dini me largimin e gjyqtarëve të Komunitetit Serb të gjykatës themelore në Mitrovicë, një pjesë e landëve janë bartë në gjykatat e ndryshme në Kosovë, e një pjesë e atyre landëve është bartë edhe në gjykatën themelore në Gjakov. Nëse nuk gaboj, njëna prej tyre landëve ka pas edhe hudhje të akt akuzës. Në këto raste që ka pasur aktgjykime dënuese, çfarë politike ndëshkimore ka pas? Konsideroj që gjyqtarët në përpikmëri kanë zbatuar planin udhëzuesin e politikës ndëshkimore, ndërsa për mënyrën e vlerësimit të tyre si kryetare e gjykatës nuk kam tagar që të komentoj. Jo, absolutisht s'po hyjmë në pavarësinë e vendimarrjes së tyre, por është një problem që është u diskutuar në krejt nivelin e sistemit gjyqësor që politika ndëshkimore është jo adekuate, sidomos kur po flasim për rastet e korrupsionit, ku madje akuza, nëse më thonë nga prokuroria, vjen që janë të njëjtit gjyqtarë që po vendosin në krejt lante të tjera, edhe po kanë një qasje tjetër, ndërsa veç në rastet e korrupsionit po kanë qasje tjetër. Apo i mungon guximi gjyqtarëve me qenë më tashpër në rastet kur vërtetohet fajësia. S'po flasim për ato raste kur lirohet, sepse aty s'është vërtetuar. Vendimet mund të atakohen përmes rrugëve gjyqësore dhe E njëjta bëhet, po besoj. dhe praktikën gjyqësore nuk e ndërton gjykata e shkallës parë. Praktikën gjyqësore e ndërtojnë gjykatat e instancave më të larta. Konsideroj që është në vlerësim të gjyqtarëve edhe matja e dënimit, po du me theksu që gjyqtarët janë të lirë të bëjnë vlerësim të lirë të provave, po mënyra vendosjes së gjyqtarëve varet shumë edhe nga hetimet cilësore. Kështu që në mirëbërje të drejtësisë është ai partneriteti i pandarë polici prokurori gjykatë. Kështu që nuk kisha me thonë që gjyqtarët marrin vendime caktuara për raste të caktuara, se është dikush tjetër që e vlerëson.